kjo është një nga ato pyetje tipike që bëhen zakonisht intervistave, por gjithsesi unë do të ta drejtoj kur e ndjeve se arti do ishte pjesë e jetës tënde. Pra do ishte pjesë e ti, jo thjesht si diçka e jashtme, ashtu sikurse unë apo Egoni apo dikush tjetër e sheh. Ka qenë pikërisht në gjimnaz kur nuk shkoja shumë mirë me këto lëndët eksakte, me matematikën, me fizikën, me kimin sidomos, nuk kisha marrëdhënie shumë të mira, po bëja artime shumë të mira. Unë merja 10 në artime. Unë kisha shokët e mi cilët shkruanin botonin në për gazeta në ato kohë në vitet 90, botoheshe shumë dhe ata merrnin 8, merrnin 9, nuk u vinte as pak mirë që unë merja 10. Dhe në vit të 4 kur kam bërë një artim, nuk e di e ka bërë njeri këtë në Shqipëria, diku domethënë, temë artimi nuk e mbaj mend temën, por unë e kam bërë në formë dialogu. Domethënë nuk bëra një përshkrim që sot është një ditë me diell e bukur etj. Këto përshkrimet letrare, por bëra një dialog. Erioni që fliste me dikë tjetër. Dhe mësuesja më vuri 5. Po sepse nuk ishte fare në stil kështu më tha. Megjithatë unë e guxova dhe aty kuptova që unë e doja teatrin, e doja dramaturgjinë, po. Dhe thash patjetër që mund ta bëj profesion këtë gjë. Ishte një thirrje, po. Ka ndryshuar ndopak mënyra se si arti shihej atëherë dhe si shihet sot, pra ti i ri në atë kohë, pra ti në atë moshën e zgjedhjes së profesionit, me një të ri sot në moshën e zgjedhjes së profesionit. Nuk e di, këtë nuk mund ta them, mund të them nga fëmijët e mi, vajza ime studion për arkitekturë, është në vitin e 3, ajo i jepej shumë për të pikturuar, kishte shumë dorë, por duke parë profesionin e teatrit dhe tjemës, duke parë që nuk është dhe aq shumë në treg, vendosi që, si me thënë, ta monetizonte profesionin në një farë mënyrë dhe zgjodhi arkitekturën, që është një deg jashtëzakonisht shumë e bukur, por që ka edhe krijimtarinë brenda. Nuk e di pjesën tjetër pasaj se si e zgjedhin, di për shembull them me shumë keqardhje them që në Akademitë të Arteve nuk ka shumë prurje siç ka pasur në kohën tonë, në 96-ën kur ne kemi konkuruar, kemi bërë 3 ditë konkurs atje. Kurse sot, me sa di unë, brenda një dite, aq sa shkojnë, aq zgjidhen, atëherë kemi qenë gati 200 veta për 8 vende. Ka pas shumë prurje. Sot, me sa duket arti nuk është shumë në treg. Në Shqipëri flas gjithmonë. Është për të ardhur keq. Të trishton situata? Patjetër, është për të ardhur keq. Sepse arti është një zgjedhje, si më thënë, nga e keqja, hajde të bëjmë një shkollë, të marrim një. Ne nuk e kishim kështu në atë kohë. Domthonë tek ne ka pas student që kanë qenë kështu ekselent në të gjitha lëndët, me 10 kudo dhe vinin për të bërë shkollën e arteve. Domthonë për aktor apo regjisor. Zgjedhje e mirë fillt. Prej vërteti. Po, zgjedhje e jetës, ti bën një zgjedhje dhe zgjedh teatrin apo filmin. Të bësh aktor, të bësh regjisor, dramaturg, skenograf, ka pas koreografia ka qenë aty. Ka pas, domthonë ka qenë një mënyrë jetese arti, kurse sot më shumë është një diplom që hajta fusim në xhep, ta kemi. Pastaj gjejmë një punë dhe kështu mbyllim jetën, gjë që nuk të bën kurse si artist. Dhe nuk të përmbush nga ana tjetër. Sigurisht. Nuk të përmbush nga ana tjetër. Në momentin që ti thua, unë të marr një diplom, të zgjedh një punë, këtu ka marr fund. Ka marr fund. Po cila është gënjeshtra që i ke thënë ti vetes shpesh për ta vijuar këtë gjë? Për ta vijuar, sigurisht ti e ke vijuar sepse ti ti jeton me atë gjë, nuk ka nevojë ti thuash gënjeshtër, po një gënjeshtër për të justifikuar këtë pareatin. Kjo është gjëja që unë di të bëj, nuk di të bëj gjë tjetër. Po dija diçka tjetër ose më saktë te arti jam i fokusuar. Nuk di
të shkoj jashtë shtetit të bëj emigrantin, unë prapë artistin do luaj edhe atje, më mirë po e bëj këtu në vendin tim. Sigurisht tashi me ardhjen e teknikave të reja janë lecuar shumë, unë po merrem tashmë edhe me rrjetet sociale, po përpiqem, si më thënë, ta komercializoj profesionin tim sa të mundem, sa mundem. Me TikTok, me YouTube, është për të ardhur keq që teatri dhe kinemaja janë aq të varfra në Shqipëri. Të varfra në sensin ekonomik, financiar, patjetër. Apo edhe në sense të tjera, pra edhe tek publiku apo tek shfaqjet apo tek cilësia. Është temë shumë e gjerë. Unë para, domthonë 2 javësh nxora një artikull ku ka problematikat kryesore të teatrit. Midis të tjerave, se ka shumë problematika, midis tjerave janë fondet që janë të përmbledhi çik artikullin, se është goxha i gjatë. Janë fondet, janë shumë të vogla, janë të pamjaftueshme për të bërë një shfaqje teatri. Qoftë nga ministria, që i ka edhe më të vogla, qoftë nga Bashkia e Tiranës. Pastaj është do kthehemi dhe dorim goxha gjatë tek pjesa e problemeve strukturore që ka kjo gjë. Por më tepër kur the të varfra, unë do doja të fokusoheshim pak tek cilësia, tek përmbajtja, tek nuk e di si për sa i përket, pse duhet ndarë teatri me filmin, sepse teatri ka tjetër specifik, teatri është më imun ndaj prurjeve nga rruga, si më thënë. Nuk duhet të ofendoj njeriu, nuk e ka me inat këtë gjë. Shiko, le ti themi ca gjëra. Jo, me objektivitet. Atë po bëj. Domethënë po duhet të heq këtë pjesën se mos se kupton njeriu që kam në inat me dikë. Gjëra do i themi patjetër. Në muzikë janë futur shumë element nga jashtë. Te filmi po ashtu kanë filluar kohët e fundit. Muzikë ka 20 e kusur vjet, domethënë që kush nuk po bën muzikë. Jo se s'ka drejtë kushdo, por tallavaja tashmë është e njohur. Kalojmë te teatri. Teatri është më imun. Nuk mund ta bëj dot dikush nga rruga. Do bëj një profesionist. Dhe për sa i përket cilësisë së teatrit është më lart. Qoftë teatri kombëtar, që ka shfaqje vërtet shumë të mira, po ashtu edhe teatri Metropolit, teatri eksperimental. Por problemi është që këtu janë vetëm 3 teatra në Tiranë. Këto ka një teatr Shkodra, Vlora, Elbasani, Korça, dhe këto pastaj janë tmerrësisht pak. Llogarisni tash një njeri në Tropoj apo në Skrapar apo në Librazh që nuk ka shkuar kurrë një sallë teatri. Është për të ardhur keq. Don se si ka degraduar teatri në këtë periudhë. Pastaj që të kalojmë te filmi, filmi po, në cilësi është shumë i varfër. Ky që prodhohet, si më thënë, nga amatorët e filmit. Gjem 5 lek dhe bën filma, shesin kinema, sepse publiku është i etur për... Dhe ata e din këtë etit të publikut, po është si të shesësh patatina dhe brokoli. Domthon të gjithë do shkojnë te patatinat sepse janë ushqim më i këndshëm për gjuhën. E tillë është edhe ndërkohë që brokoli është i shëndetshëm dhe e dim. E tillë është marrëdhënia. Domthon shfrytëzohet kjo uri e publikut për kinema, për imazh, për ngjarje shqiptare. Se ka të bëjë edhe kjo, pastaj kjo është një temë edhe më e gjatë akoma. Dhe përfitojnë nga kjo gjë dhe nxjerrin para pafund dhe shumë mirë që nxjerrin sepse ai është treg i hapur, është i lirë, por është helmuar tregu. Po se nuk është as treg, si Shqipëria nuk ka një treg. S'ka një treg të mirëfillt. Jo, nuk ka treg. Në industrinë. As Franca nuk ka treg, Amerika ka treg, India ka treg. Kudo futet shteti si subvencionues. Po, fatkeqësia këtu është që qendra e filmit ka një buxhet skandaloz për realizimin e filmave. Ka diku te 1,5 milion euro. Është më i vogël si Maqedonisë Veriut, më i vogël se i Kosovës, i Bosnjës. E çdo vend i rajonit nuk po shkojnë pasaj në Francë, në Itali. Tani,